esta constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto. Ushtria e Shteteve të Bashkuara po përmirëson një bazë detare të luftës së ftohtë të braktisur prej kohësh në Karaibe, sipas një hetimi të Reuters, duke sugjeruar përgatitje për operacione të qëndrueshme që mund të mbështesin veprimet të mundshme brenda Venezuelës. Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në një përforcim të madh ushtarak në Karibet Jugore. Rreth 10% e aseteve të marinës amerikane ndodhen aktualisht në zonën e komandës Southcom. Kjo është diçka që rajoni nuk është mësuar ta shoh. Normalisht SBA ka një prani shumë më të reduktuar ushtarake në këtë pjesë të botës. Foto të realizuara nga agjencia e lajmeve Reuters më 17 shtator treguan një rinisje të aktivitetit të ndërtimit në ishbazën detare Roosevelt Roads në Puerto Rico, e mbyllur nga Marina Amerikane më shumë se 20 vjet më parë, teksa ekipe ishin të angazhuara në pastrimin dhe shtrimin e rrugëve ndihmëse që çojnë drejt pistës. Deri kur Marina u tërhoq nga objekti në vitin 2004, Roosevelt Roads ishte një nga stacionet më të mëdha detare amerikane në botë. Sipas një zyrtari amerikan të cituar nga Reuters, baza ka një pozicion strategjik dhe ofron hapësirë të madhe për grumbullimin e pajisjeve. Përveç përmirësimeve të kapaciteteve të uljes dhe ngritjes në Roosevelt Roads, SBA po ndërton objekte të tjera në aeroportet civile në Puerto Rico dhe në ishullin St. Croix në Virgin Island të Amerikës. Të dy territoret amerikane ndodhen rreth 800 kilometra larg Venezuelës. Stranger things have happened. I think this is happening now for a number of reasons. First, the Trump administration is very keen to demonstrate that they are. Mendoj se kjo po ndodh tani për një numër arsyesh. Së pari, administrata Trump është shumë e prirur të tregojë se po zbaton një paradigmë të re, kur bëhet fjalë për trajtimin e luftës kundër narkotikëve. Roja bregdetare e SBA-s nuk është më operatori kryesor në këto misione, por Marina e SBA-s dhe forcat ajrore të SBA-s janë përfshirë për të mbështetur dhe në shumë mënyra për të marrë përsipër këto misione. Mendoj se paradigma e re është aty, sepse administrata është interesuar të tregojë se veprimtaritë e karteleve në Amerikën Latine, si organizata terroriste të huaja kanë pasoja, në këtë rast pasoja vdekjeprurse. Kjo nuk është vetëm retorik, por është treguesi një modeli të ri operativ që sheh marinën e SBA-s dhe forcat ajrore të SBA-s në krye dhe jo më rojën mbretëtare të SBA-s. Së dyti, mendoj se administrata e kupton që vetë Maduro dhe regjimi i tij janë të implikuar në këto lloj aktivitetesh. Second, I think the administration understands that Maduro himself and his regime is implicated in these. Reuters foli me 3 zyrtarë amerikanë dhe 3 ekspertë detar, të cilët thanë se ndërtimet e reja në Puerto Rico dhe Virgin Islands tregonin për përgatitje që mund t'i mundsojnë ushtrisë amerikane të kryejë operacione brenda Venezuelës. Përforcimi ushtarak në rajon është më i madhi që nuk lidhet me ndihmën për fatkeqësi që nga viti 1994, kur SBA dërgoi 2 aeroplan mbajtëse dhe më shumë se 20.000 trupa në Haiti për të marrë pjesë në operacionin Mbështet Demokracinë. Që nga fillimi i shtatorit, Shtetet e Bashkuara kanë kryer të paktën 14 sulme ndaj mjeteve të dyshuara të trafikut të drogës në Karaibe dhe në paqësor, duke vrarë mbi 60 persona. Këto sulme ndaj mjeteve të dyshuara të drogës kanë shtuar tensionet me Venezuelën dhe Kolumbinë dhe kanë tërhequr vëmendjen ndaj një pjese të botës që vitet e fundit ka marrë burime të kufizuara nga ushtria amerikane. The Maduro regime has responded by mobilizing, or what they think is mobilizing, citizen militias. We have significant doubts about whether these militias would actually fight in an invasion-type scenario. Regjimi i Maduros ka reaguar duke mobilizuar milicit civile. Ne kemi dyshime serioze nëse këto milici do të luftonin në rast pushtimi, por ata kanë publikuar video me stërvitje, me sisteme mbrojtje ajrore dhe kanë kërkuar që vendet e rajonit të dënojnë më ashtë për dislokimin e forcave amerikane. Veçanërisht rajoni ka qenë mjaft i heshtur në kritikat e tij ndaj SBA-s. Në fakt, shumë vende kanë mbështetur vendosjen e Karibet Jugore. Një numër vende gjithashtu i kanë shpallur kartelet venezuelane si organizata terroriste të huaja, gjë që është perceptuar nga Washingtoni si kur rajoni është në të vërtetë në favor të fushatës së presionit kundër Maduros, në vend që të jap atij ndonjë lloj besueshmërie diplomatike. A number of countries have also declared Venezuelan cartels to be foreign terrorist organizations, which looks to Washington. E pyetur për koment lidhur me zgjerimin ushtarak në rajon, Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Donald Trump kishte premtuar gjatë fushatës elektorale se do të përballej me kartelet e drogës në rajon. Traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his
Përforcimi ushtarak amerikan në Karaibe filloi në gusht me mbërritjen e anijeve luftarake, një nëntece me energji bërthamore, avionëve luftarak dhe aeroplanëve zbulues. Grupi luftarak i aeroplanbajtëses Ford me rreth 10.000 trupa dhe 10 avion dhe sisteme armësh ka hyrë në ujërat amerikano-latine pas lundrimit në detin Adriatik. Një analist ushtarak thot për Reuters se një nga shkatërruesit e aeroplanbajtëses Ford kaloi Gibraltarin më 29 nëntor, sipas imazheve satelitore dhe të dhënave të gjurmimit të anijeve. Sipas raportimit të Reuters dhe zyrtarëve amerikan, administrata Trump që nga gushti ka vendosur të paktën 13 anije luftarake, 5 anije mbështetëse dhe një nëndetse bërthamore në rajon, nga baza të ndryshme detare dhe dislokime globale, përfshir aeroplanbajtësen Gerald Ford, anijen më të madhe të këtij lloji. Aktualisht 8 anije luftarake mbeten në rajon, së bashku me anije mbështetëse, ndërsa të gjithë bien dakord se prania amerikane në rajon nuk është e përkohshme. Ekspertët nuk mendojnë se Trump do të shkojë drejt një pushtimi të plot. Full-scale invasion in this case is, I think it's unlikely to happen for two reasons. First, nuk mendoj se në këtë rast do të ketë një pushtim të plot në shkallë të gjerë. Mendoj se është e pamundur të ndodhë për dy arsye. Së pari, kjo nuk përputhet me mënyrën e veprimit të presidentit Trump. Presidenti Trump është distancuar nga angazhimet afatgjata dhe të hapura me trupa në terren që nga fushata e tij viti 2016 dhe nuk mendoj se kjo përputhet me mënyrën e tij të veprimit as sot. Duhet theksuar gjithashtu se kjo nuk përputhet me modelin e dislokimit aktual. Megjithëse dislokimi ka qenë shumë i madh, ai nuk ka përfshirë numër të konsiderueshëm forca shtoksore. Aktualisht në rajon kemi rreth 10.000 trupa, të paktën ato të identifikuara publikisht, 10.000 trupa. Kjo nuk është as pak e mjaftueshme për të përfshirë në ndonjë lloj pushtimi të territorit të Venezuelas. right now in the region we have about 10,000 troops, at least publicly. Diplomacia, no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas. Pyetja që ngrihet është, ku do të çojë operacioni i madh ushtarak amerikan në Karaibe? Ekspertët parashikojnë disa skenar, nga largimi i Maduros në kalimin e fatit të Venezuelës në duart e ushtrisë. O hacer lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Se acabó. See 3 or 4 different distinct scenarios here. One is that Maduro decides he doesn't want to. Shoh 3 ose 4 skenar të mundshëm. Njëri është që Maduro të vendosë të largohet vetë, pasi presioni shumë i madh. Ai u mund vitin e kaluar në zgjedhje, por qëndroi në pushtet, edhe pse rezultatet ishin të qarta. Populli i Venezuelas votoi kundër atij me 2-1. Një tjetër skenar është që SBA filloi të godasë objektiva toksone në Venezuelë. Në këtë rast ushtria venezuelase mund vendosë se ardhmja e saj nuk është me Maduron, por me një tranzicion demokratik. Ata mund t'ia dorëzojnë Maduron drejtësisë, ta rrëzojnë apo të përpiqen të marrin vetë pushtetin. Një skenar i tretë është që SBA vazhdoi vetëm me operacione detare dhe Maduro të qëndroi në pushtet, duke forcuar më tej sundimin e tij dhe të chavizmit. In the interest of self-preservation, and that their future is not with Maduro, that their future is actually with the democratic transition that they've never been. The Venezuelan armed forces